Pas dëmtimit të urës që të çonë në fshatin Gjinikas të Bashkisë së Maliqit, prej disa ditësh forcat e ushtrisë janë duke punuar për vendosjen e një ure të re të tipit Bel, e cila do të bëjë të mundur që banorët dhe mjetet të kalojnë të sigurt në këtë zonë. Ura që është duke u montuar nga forcat e Gjenios do të ketë një gjatësi prej 15 metrash, ndërsa kapaciteti mbajtës i saj është deri në 40 ton. Sipas nënkryetarit të Bashkisë së Maliqit Eridion Rustemi, kjo urë është duke u vendosur për emergjencë nga ana e ushtrisë deri në riparimin përfundimtar të kësaj ure, çka është marrë përsipër nga ana e kompanisë Devol Hydropower, që është edhe kompania që ka ndërtuar urën që u dëmtua. Mbas shqetësimit të ngritur nga banorët e zonës të fshatit Gjinikas edhe Osoj, ushtria shqiptare me repartin e Gjenios prej ditës së djeshme ka mbritur dhe ka filluar nga puna për ndërtimin e një ure tip Beli që do t'ju vijë në ndihmë banorëve të këtyre dy fshatrave të njësisë administrative Moglic. Mbas disa ditësh, ura do jetë e gatshme për të vënë në shërbimin e banorëve. Ata do montojnë vetëm pjesën metalike, kurse pjesën e shtresës do ta bëjmë ne si bashki. Kjo është një urë tip Beli provizore që vendos ushtria në rast të emergjence. Nga komunikimet tona që kemi me firmën e hidrocentralit Devol Hydropower, kemi marrë një garanci prej tyre që ura do të ndërtohet prej tyre që të kthehet në gjendjen e mëparshme, në gjendjen normale të saj. Kjo urë e cila ndodhet mbi lumin Devol të çon drejt fshatrave Gjinikas dhe Osoj, të cilat në periudhën e dimrit kanë një numër shumë të vogël familjesh që jetojnë aty, ndërsa në ver ka mjaft familje që kthehen dhe zona popullohet. Për shkak se zgjidhja përfundimtare është komplekse dhe teknike, kompania Devol Hydropower pritet të nisë në ver punimet për rikonstruksionin e plot të urës së Gjinikasit.